Ka një traditë tek ne që ka të bëjë me tyrbet, me sufizmin, me bektashit, janë sekti islamit. Cili është raporti, të themi, a ka raport institucional, a në pjesë e Bashkisë Islame të Kosovës? Kjo është pyetje shumë esenciale. Sa i përket pjesë e Bashkisë Islame janë vetëm xhamit. Tyrbet e këto, një pjesë e tyre mund të udhëhiqet nga Dianeti apo ndonjë organizatë e Turqisë në Kosovë që funksionon kundër ambasadës turke në Prishtinë. Por me sa di për këto tarikatet, vetë është duke u punuar që të bëhet një bashkësi e re e tarikateve. Kjo pastaj do t'i përfshi edhe grupet sufiste, edhe tyrbet, edhe teçet, dhe do të përfaqësohen nga kjo bashkësi e tarikateve. Natyrisht edhe me të tillët dallimi është esencial, është thelbësor, është themeltar, ashtu me quajt. Në Islam, nderuar, ndalohet, shenjtrohet njeriu. Në këtë botë i kemi vetëm dy fjalë që mund t'ia qesim pikën dhe janë të padiskutueshme. Është fjala e Zotit në Kur'an dhe pastaj fjala e atij që Zoti e ka mësuar çish me fol, dhe çka me fol, dhe si me vepru. Kur me fol e kur mos me fol. E që është profeti më i dashur i Zotit, profeti i fundit, profeti Muhammed, bekimit e Zotit qofshin për të. Të gjitha fjalët tjera, thënie tjera, qëndrime tjera, fetfat që mund t'i përmendim, mund të jenë sakta, po edhe mundësia që diskutohet dhe të bëhet më mirë është prap ka vakum në atë pjesë. Prandaj tek sufit dhe të tjerët e shohim se shenjtrohet njeriu edhe për zgjalli, por edhe për zvdekuri. Tek ne ndalohet që ne ta lusim njeriu edhe për zgjalli, edhe madje as më keq për së vdekuri. Pra ajo çfarë njeriu kur ka nevojë që t'ia parashtrojë një kërkesë